Pas 3 javësh, si gjithë besimtarët ortodoks, dropullitët do të kremtojnë dhe do të festojnë Pashkët, një ngjarje historike, fetare, shoqërore, por edhe laike njëkohësisht. Gjithsesi, memoria historike e banorëve dropullit inspiron këta të fundit të mos injorojnë ngjarjet e 6 shkurtit të vitit 1967, ku sistemi totalitar i asaj kohe ndaloi me ligj besimin fetar në vendin tonë. Si pasojë këtij vendimi u shkatruan 2169 institucione fetare, mes cilave 608 kisha dhe manastire ortodokse. Natyrisht, edhe në dropull janë shkatruar kisha e manastire, ku një pjesë të cilave janë kthyer në depo e magazinat e operativave. Megjithatë, ironia dhe tallja e pushtetit me besimin fetar para vitit 67 u ka dhëmbur më shumë dropullitëve. Për të festuar para 67-s e mund të qeçik, po mbas 67-s, siç më ka thënë dhe prindrit e mi, thonë ti festoj fshehurasi. Pse edhe mund të venin për shembull në kish, për shembull të bënin një vestë të kuqe. Po ta fusin në një vend që mos dukej. Ati gjëra aty më lart. Se evidentohesh nga instancat përkatëse? Sa kishim të tjera probleme. Këto festa si që është Pashkët ishin festa shtepjake. Çdo familje bën pjesët që takojnë me lirjen e vezëve, me ato pitat që bënin, çdo familje bën gjëra të përbashkëta edhe para që zështat para. Festa popullore bëheshin mesazhe në fshatra për Pashkën. Unë isha shumë i vogël, beheshin atëre para se të ashtu, po unë nuk mbaj mend. Duke dëgjuar, beheshin atëre edhe festa dhe për 6 gushtin, që beheshin festat e mëdha, që ishte festa e madhe 6 gushtit me të amorëve sotirës, benim edhe me të kërcirë dhe me aheng. Sistemi i atërshëm totalitar para vitit 1967 kishte filluar të sulmonte besimin fetar, po edhe priftërinë e zonave. Patjetër, çdo gjë ishte me kujdes dhe me gjëra që nuk mund të flisje hapur për fen dhe ashtu. Ishte diçka e ftohtë që ngacmonin njerëzit që të mos flisin hapur për besimin. Sidoqoftë, memoria dhe kujtesa historike krijon një mburojë inore për festën e Pashkëve ortodokse më 12 prill.